Fermerët e zonës së Lumit të Vlorës po përballen këtë vit me një sër problematika që po e vështirësojnë ndjeshëm punën e tyre. Përveç tregut të dobët të shitjes së produkteve bujqësore, ata ngrenë shqetësimin për dëmtimet që kanë pësuar kulturat, veçanërisht ato të domates. Sipas fermerëve, një nga problemet kryesore ka qenë krimbi në domate, i cili ka prekur masivisht prodhimin. Edhe pse janë përdorur pesticidet e rekomanduara, ato nuk kanë dhënë efektin e pritur, duke shkaktuar humbje të mëdha ekonomike. Dal kur piqet malli. Po e la krimbi. Ka patur dëm në shqiptar? Shumë fare. 7% dëm. Ko duhet që të shikosh mesin ti iku në lumë, çfarë them unë vëllai. Vej për marrë pesticid ato s'bëjnë një efekt. Fare. Po fare se kjo domate. Kjo nuk shitet. Unë kam pru kështu. Po e hoq. Por do, shkoj. Këtu është krimbi brenda. Çfarë është? Krimb apo domate? Këto janë pesticidet që marrim neve. Po. Ky është qarë ymë. Jam pensionist. Po merrem edhe me bujqësi, se pensioni nuk na del, shumë i pakët, nevojat janë të mëdha, çmimet janë 2 fishuar, 3 fishuar, edhe jemi detyruar të prodhimi këtë vit, çfarë do të them, nuk jemi të kënaqur, thatësia bën punën e saj, ky kanali i Vaditës nuk funksionon. Juve çfarë kultivoni vetë? Unë kultivoj misër, tërshër, por shumë pak me ato që shpenzojmë. Çmimet janë shumë të larta, plugimi 20.000 leka, frezimi 15.000, plera, ure, pa le kratë e mi, se kratë e mi nuk ziren. Dhe fuqi punëtore të marrim, punëtori pa 35-20.000 leka nuk vjen. Si del dot? Ka? Nuk e dalë. Jo, fuqi punëtore nuk ka fare. Se mund të jetë që unë kam gjithsej kam 300 rënjë ulli. Nga këto mora gjithsej 9 rënjë për fryme. Po kam mbjellë dhe zvendësime në për të. I kam të thurura, rrej lartë të fshatin e vjetër, edhe bëj vaj ulliri, po kemi problem. Nuk ka trek. Kam dhe 7 dulym toki, kam me ujë këtu të kura. Vjetë jam mbolla grur, po nuk bëra aq grur. E ke parasysh se vit shumë i idhur. Par vjetë mbolla misër, bëra gjithsej 60 kuntar. Fermerët shprehen gjithashtu se nuk kanë marrë asnjë mbështetje nga Bashkia e Selenicës. Sipas tyre, institucionet lokale nuk kanë dalë në terren për të parë situatën nga afër, ndërkohë që dhe kanalet vaditëse në shumë parcela janë jashtë funksionit, duke bërë dhe më të vështirë kultivimin e produkteve bujqësore. Pa perspektiv, një ndihmë nga Bashkia nuk kemi që të na vijë një specialista, një agronom që të shikoj për kanalet, për kultivimin që bëjmë, për prodhimet që marrim, o thoj se zero fare, këto janë zero, nuk shikojnë specialist. Na morën e erdhën dhe e pan ata, do t'u japim thanë shpërblim. Vajtë atje në atë të bujqësisë, gjatë ke për të marrë sa 250.000 lekë, po s'të ka dalë akoma emri sa për të marrë paratë. Vajtë në bank nuk i morëm, deri më sot jemi zero. E humbje me humbje. Në ndihmë shumë nga shteti fare. Çfarë ndihmë? Ku do dati shteti roja po ka vdekur unë, që Allah fosin. Në rrugën ai lartë na shikon. Sa vjeç jeni në pension? Me çfarë? Mbajeni vetëm me këtë punë? Jo, jam pensionist, po unë nga pensioni që marr muaj për muaj 6.000 lekë ngelen. Situata e krijuar po rrezikon të ndikojë dhe në sezonin e ardhshëm bujqësor, ndërsa fermerët kërkojnë ndërhyrje urgjente dhe mbështetje konkrete për të përballuar dëmet dhe për të mos braktisur tokën.